Parkimet dyshe në rrugët e qytetit të Shkodrës mbeten një nga shqetësimet më të mëdha për qarkullimin rrugor, veçanërisht gjatë kësaj periudhe të vitit, kur fluksi automjeteve dhe vizitorëve është ndjeshëm më i lartë. Shefi i qarkullimit rrugor Ermal Zenelaj thekson se parkimi i gabuar krijon bllokime të trafikut, vështirëson lëvizjen e mjeteve dhe këmbësorëve, ndërsa në shumë raste bëhet edhe shkak për aksidente dhe situata kaotike në rrugë. Policia rrugore ka shtuar kontrollet në terren duke aplikuar masa administrative ndaj drejtuesve që shkelin rregullat e parkimit. Realisht ka parkime ndyshe, nuk duhet ta mohojmë këtë fakt, por që po punohet shumë me shërbimet e policisë rrugore në bashkëpunim dhe me Bashkinë Shkodër, ku po merren masa në lidhje me mjetet që parkohen për dy. Nuk është ideja që të gjobisim qytetarët apo të ndërshkojmë, por problemi është të ndërgjegjësohen qytetarët që mos të parkohen për dy, sepse një parkim për dy do të thotë shumë më shumë se sa një mos administrative. Pse? Sepse nëse një mjet parkohet gabimisht, aty kalon një zjarr fikse, aty kalon një ambulancë, apo bllokohet një kërsi biciklete dhe bëhet bërim aksidenti çdo moment, domethënë. Një parkim i gabuar do të thotë një rrezik për një humbje jete dhe kjo është qëllimi. Pra siç e theksova më sipër, policia rrugore në vetvete nuk e ka tendencën e ndëshkimit me masa administrative të qytetarëve, por kur paraqiten këto shkelje, domethënë kur paraqiten këto problematika në qytet, atëherë duhet më ndërhyjmë me zbatueshmërinë e ligjit dhe me masat administrative në proporcion me pjesën e shkeljeve konstatuar nga shërbimi i policisë. Dhe policia bashkiake ka rolin e saj në këtë drejtim, ku po merr masa realisht me vendosjen e gjobave dhe policia e shtetit, specifikisht policia e qarkullimit rrugor dhe shërbimet e komisariateve, po vazhdojnë me masat. Është edhe një problem tjetër që evrej domethënë që po merren masa dhe në krijimin e vendeve të parkimit, duhet të ketë sa më shumë, domethënë sidomos në zonat me spektër historik, si apo betonalja apo vende të tjera që të kenë mundësi dhe qytetarët edhe ata të parkojnë mjetet e tyre, por jo të ketë ngarkesa pa arsye në akset kryesore ku ka lëvizje mjetesh në qytet. Një tjetër problematik që vijon të mbetet shqetësuese është drejtimi i automjetit në efektin e alkoolit. Zenelaj apelon që drejtuesit e mjeteve të mos ulen në timon pasi kanë konsumuar alkool, duke kujtuar se ky është nga faktorët kryesorë të aksidenteve rrugore. Pozitiv konsiderohet fakti i hyrjes në fuqi të ndryshimeve të reja ligjore që parashikojnë ashpërsimin e masave ndaj drejtuesve të mjeteve që konstatohen se drejtojnë makinën në gjendje të dehur. Duke u referuar analizave dhe statistikave të ardhura nga ky fenomen, sidomos përdorimi i pijeve alkolike dhe apo substancave tjera, rrjedh si logjike domosdoshme pjesa e ashpërsimit të masave, sidomos për shtetasit shqiptar apo të huaj që përdorin pijet alkolike. Domethënë, nëse ti je i alkoolizuar në timon, do të thotë që ti je një person shumë i rrezikshëm në rrugë. Dhe duke qenë se ky fenomen është i shtuar në rang kombëtar, po ashtu edhe në Shkodër, është e domosdoshme rregullimi i kësaj klauzole që shtetas që nuk bindën dhe lëvizin në mënyrë jo të rregullt në akset rrugore, të kenë dhe penalitetet e caktuara, domethënë siç e theksuat dhe ju. Dhe unë e shoh shumë pozitive në raport me pjesën e ndryshimeve të reja që po ndodhin në kodin rrugor, për policinë rrugore. Dhe çdo ndryshim duhet ta dini të nderuar. Është për qytetarët, për sigurinë e jetës qytetarëve. Policia rrugore vlerëson se zbatimi i këtyre dispozitave, shoqëruar me kontrollet vazhdueshme dhe përgjegjësi nga ana e qytetarëve, do të ndikojnë në rritjen e sigurisë në rrugë dhe uljen e numrit të aksidenteve.